Të gjitha mikeve dhe miqve, se nuk janë vetëm gratë që kalojnë sfida të forta, po janë dhe burrat, dhe ju nuk e dini se kur burrat sfidohen nga shëndeti, janë shumë herë më të lënduar se ne gratë. Do t'ju thoja që jeta është e bukur dhe duhet kuptoni një gjë. Të sfidosh vdekjen do të thotë të kesh forcë për ta jetuar jetën. Duhet kuptoni që nuk jeni vetëm. Sa miliona njerëz vuajnë sot. Dhe në vuajtjen e tyre, ata gjithmonë shohin një dritë shprese. Se në fund të ditës, ato 4 qërinj që lidhen me shpresën, me paqen, me besimin, por dhe me dashurinë, duhet jenë simfonia e jetës suaj. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.